Dje në orën 17:40 në rrugën Iliria në Tetov, zyrtar policor nga SPB Tetov kanë privuar nga liria personin HM 37 vjeçar nga fshati Vranjovc i Gostivarit, pasi që ka prishur rendin dhe qetësinë publike me sjellje agresive. Gjatë ndërmarrjes së masave është konstatuar se personi ishte në ndikimin e alkoolit, përkatësisht janë matur 1.97 promil alkool në gjak. Pas dokumentimit të plot të rastit, do të vijoj para shtresë përkatëse. Dje në ora 18:30 në SPB Tetov, AB 64 vjeçar nga fshati Pallatic, komuna e Zhelinës, ka raportuar se rreth orës 16:30, derisa ishte në objektin e tij hotelerik në fshat me djalin e tij VS pas një debati paraprak, bashkëfshatari i tyre GN i ka kërcënuar, po merren masa në zbardhjen e rastit. Dje në ora 11:30 në SPB Tetov, një 70 vjeçar nga një fshat i Tetovës ka raportuar se ai dhe vllai i tij janë mashtruar për një shumë prej 15.000 euro nga një person nga Tetova. Sipas raportimit, gjatë vitit 2024, personi ka ofruar atij dhe vllait të tij se mund të ndihmojë për të marrë pension nga një shtet i huaj, pasi që të dy kishin realizuar përvojë pune. Siç është raportuar, ai në disa raste u ka kërkuar paratë si depozit, për çka të dy kanë nënshkruar flet letre blanko, autorizim blanko dhe flet pagesa të paplotësuara, me qëllim që të realizojnë më shpejt të drejtën e pensionit. Pas një kohe, pasi puna nuk u krye, ata e kanë kuptuar se janë mashtruar, po merren masa në zbardhjen e rastit.